Jepet alarmi, me e keqa nuk ka ndodhur. Çfarë paralajmërojnë meteorologët? Fenomeni i motit, i njohur ndryshe si Dana, është shfaqur sërish së fundmi. Përrjedhoi Spanja kërcënohet nga përmbytjet të ngjashme me ato të tetorit të 2024-s që lanë pas qindra viktima. Meteorologët në Spanjë paralajmërojnë se me e keqa nuk ka ardhur ende. Këto paralajmërime vijnë pasi së fundmi ishujt Kanarie u goditën nga përmbytjet dhe rreshtet e dendura të borës në episode të njëpasnjëshme. Në Castellón, deri në 254 litra shi ranë në çdo metër katror të disa qyteteve që nga e hëna. Në Valencia, në disa qytete kishte deri në 200 litra për metër katror. Shiu i dendur shkaktoi përmbytje të mëdha.